Është privilegj që të ndodhem sot këtu me ju. Vi nga Shtetet e Bashkuara dhe ju përcjell përgëzimet e shumë miqve tuaj, përfshirë edhe kolegët në Kongres, kryetari i koalicionit të Shqipërisë, i cili mendon për ju vazhdimisht dhe rregullisht, sepse marrëdhënia që ka krijuar Shqipëria për kauzën e së drejtës është e përhapur kudo në botë. Restoranti im i preferuar shëmpron si të një shqiptari, e gjithë bota është bekuar nga shqiptarët, por ç'është më e rëndësishmja kam qenë i privilegjuar të jem në Tiranë në shkurt të vitit 1991, kur njerëzit vendosën të zëvendësojnë monumentin e një diktatori. Populli i madh shqiptar kishte jetuar nën çizmen shtypse të socializmit për një kohë kaq të gjatë sa nuk mund të ecte përpara. Kur e rrëzuan monumentin, bazamenti i tij u shkërmoq. Unë mora një prej kësaj cope mermeri e çova në shtëpi në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe e vendosa mbi tavolinë. Dhe shumë shpesh njerëzit më pyesin, çfarë ke këtë mbi tavolinë? Dhe unë shpjegoja se kjo tregon se kur një vend ka qenë në çizmen e tiranisë, të totalitarizmit, lufton për liri dhe kombi shqiptar i sotëm i ka hedhur bazat e veta pikërisht atëherë. Ishte një koalicion i përbërë prej drejtuesve konservator në drejtimin e Partisë Demokratike, në drejtimin e Sali Berishës, që e çoi Shqipërinë në NATO. Dhe e gjithë bota e sheh Shqipërinë si një mike dhe si një aleate. Vendet e tjera të Evropës vazhduan të ndiqnin shembullin e Shqipërisë dhe të leadershipit të vet konservator. Për sa u përket kushteve, duhet ta pranoj se jam më i madh në moshë se shumë prej jush, dhe ky vend ka pasur gjithë një nevojë për Partinë Demokratike. Në vitet 80 kishte nevojë për Partinë Demokratike. Kjo parti, ky koalicion dhe drejtuesi i kësaj partie e mori këtë komb si një tren që kishte dalë nga binarët dhe e kthehu në binar. Dhe Shqipëria filloi të ecte përpara. Dhe në ditët e mëtejshme, unë dua t'ju le me një koment, se Mojsiu, tek shkrimet e shenjta, tha se kur krijon dhe kërkon një drejtim brenda një vendi, kërkon 3 gjëra. Së pari, duhet i kenë frikë Zotin. Ka një konkurrencë ndërmjet atyre që mendojnë se janë vetë Zoti dhe atyre që e pranojnë se ne duhet të kthejmë drejtimin nga Zoti. Dhe kur kërkon Zotin, ti ndërton një familje, ndërton një komb. Së dyti, Zoti i tha Mojsiut, ti do që njerëzit të jenë pjesë e drejtimit dhe të mos kenë frikë nga e vërteta, ose ndryshe nga ndershmëria, dhe asgjë nuk e shkatron një komb si korrupsioni. Ti ke nevojë për persona të cilët janë në poste drejtuese dhe janë të ndershëm. Dhe pikërisht këtë i ka ofruar këtij kombi kjo parti. Dhe më pas vazhdon, do njerëz në pozicione zyrtare dhe ata të mos duan t'ju grabisin të tjerëve. Dhe ka 2 mënyra për të arritur këtë. Së pari, nëpërmjet lirisë, ku ti krijon pasuri, kur ti i jep mundësinë që të hapësh biznese dhe bekon popullin. Kurse në socializëm, ti përdor pushtetin për t'u marrë njerëzve, dhe kur i merr atij personi, ai zvoglohet. Dhe pikërisht kjo është lufta që ne në Amerikë, që kudo në botë, vazhdojmë të përballemi me këtë konkurrencë. Kemi nevojë për persona të cilët janë të angazhuar për lirinë, për krijimin e pasurisë, jo për shfrytëzimin e pushtetit të shtetit, për t'ja u marrë atyre që e krijojnë atë.
Prandaj, pikërisht këtë ka bërë kjo parti për shumë vite. Pikërisht këtë ka bërë dhe kryetari kësaj partie për shumë vite. Dhe prandaj ndër plot vende që mund të vizitoja dhe plot popull që mund të shikoja, nuk ka një popull tjetër për të cilin unë të ndihem më tepër krenar se sa pikërisht ky popull. Ne ju qëndrojmë pranë jush në të gjithë këtë përpjekje. Dhe si një popull konservator dhe si popull që duam lirin, ne do t'ju mbështesim. Ashtu sikur se tha edhe Sali Berisha